Në prag të çeljes së sezonit turistik, teksa ka nisur edhe pastrimi vjes bregdetare të Darzezës, ndotja alarmante e kolektorit të Levanit nga stallat e baktive që operojnë në zonë vijon të mbetet problem ende madhor e i pasgjidhur. Sipas banorëve të zonës, kjo situatë vijon prej vitesh, duke u dëmtuar tokat bujqësore dhe sëmurur po ashtu baktit. Ata pohojnë të indinjuar se shkaki ndotjes janë stallat e kafshëve që ndodhen pranë e që shkarkojnë të gjitha mbetjet organike në ujrat e kolektorit. Ky kanal është shumë shqetësues për ne. E para punës njerëz se ne kemi blegtori. Blegtoria këtu nuk ka vend tjetër veç këtyre kanaleve të pinuj. Blegtoria në këtë kanal nuk pi dot ujë për arsye se shumë i ndotur. Me mbeturina, me dëgjon çka ka këtë lart nga një thertora, çfarë mund të kenë, nuk e di se ç'është, po shumë i ndotur. Jo, se si jemi hankuar, ne kemi ngritur zërin, po nuk na dëgjon deri. Kanali në qoftë se punojnë pompat, gjithmonë i këndet. Çdo kanal, se ka lidhje me njëri tjetrin, punon hidrovort, këndet drejt. Ky mund të përmirësohet vetëm në periudhën që shkëlqohet vjosa. Shkëlqohet vjosa, punojnë hidrovort gati 4-5 ditë ose javë, edhe sikur pastrohet pak. Tani analizë se mos janë berë edhe se dimni. Po që ka, ndotje ka. Sidomos të në baktit shatrat që vinë, deri në ato mbeturinat të tyre. Kjo është një gjendje vazhdueshme? Po, nuk diskutohet. Është e përhershme. 365 ditë. Sa e dëmshme, është sidomos tani që fillon dhe sezoni. Po sa unë mjek si jam, ç'të them unë tani, nuk e di. Shkon në det apo jo? Det shkon kur punojnë pompat. Pastaj se nuk ka hyrje nga deti. Po të ketë hyrje nga deti e filtrohet, po është edhe fshati. Po megjithatë ka ujë shumë, po kur vjen vjosa është çik më pastër, se e mund ajo. Është komplet për zonën tonë këtu që ne na degradon tokat e na degradon bimët, se unë mjell shalqi, mjell bostan, mjell domate, speca, drekje. Edhe të gjitha këto. Sa vite kanë? Edhe ky vazhdon po të njëjtin program. Çfarë mendoni se po di unë më duket si stallet dero, se më duket se ujti është shumë i ndotur, është me ngjyrë ujti. Se s'është burim. Ky është ndodhje. Ka periudha të caktuara që është më i ndotur. Ka periudha që ndodhet akoma më shumë. Se sa sot. Sot është bërë fare. Ja të rrethë kur punojnë pompat, ai pastrohet. Pastaj fillon e rrin pompat pa punë, ai fillon ndodhja komplet aty. Edhe spinat baktit ujës, neve s'punojnë dot. Banorët shprehen gjithashtu se shqetësues mbetet edhe fakti se uji i ndotur që ndodhet në këtë kolektor të riqet nga hidrovori i Darzezës e më pas derdhet në det, duke rrezikuar të kthehet në burim infeksionesh. Po shumë burim infeksione. Derisa spi blegtoria ujë, çfarë do motë që nuk është burim infeksione. Të gjitha. Kjo është një ndotje e vazhdueshme apo ka periudha të caktuara? Jo, është me periudha të caktuara, ky është vazhdimisht tavaska. Po e pive këtë ujë, qumshi se ka mirë me cilësi. Detyrimisht e ta shikosh vetë. Për pak ditë ai është gjithë ndotja është kështu kolosale këtu, se plazhistët s'ka do vjen aty do lahen me ujin e derrave. Një apel keni përdorin lloj-lloj ose ilaçe të tjera dhe kështu gjë. Një apel keni për institucionet përgjegjëse duke qenë se gjendja është. Kemi për bashkinë, bashkia do të ndrynë. Qoftë bashkia vazhdon siç ka vazhduar, domethënë këtu është katastrofë një. Këtu nuk vijnë plazhista. Keni ankuari? E kemi bërë 100 herë. Këto, ka ndryrë krye plaku, kanë vajtur atje, jo e kemi grova skeptike, kemi kështu, kemi ashtu dhe njëjtja vazh bëhet. Pra, është e gjitha për mungesë kanalizimit? Po, për mungesën e pastrimit që kanë ata, stallat e derave, që thonë që kemi grova skeptike. Domethënë nuk i derrim ujrat nëpër kanalet. Por realiteti flet ndryshe. Realiteti ndryshe, janë ngjyra ujtit, e shikoni vetë ju. Kur është shumë i ndotur, çfarë ngjyre ka? Me ngjyrën e urinës. Ndërkohë peshkatarët kujtojnë me nostalgji kohën kur ujrat e këtij kolektori kanë qenë të pastra, teksa theksojnë se ndotja ka reduktuar ndjeshëm edhe gjallësat ujore. Ju sa vite keni që peshkoni këtu? 50 vjet. Si e mbani mend këtë ujin? Ka qenë shumë i pastër.
ka qenë i kaltër. Sa vite ka që është ka ta nisur? Që ku erdhi fshati, ngritën sa gjera këte ato, se këto janë gjera që duken. Institucionet përgjegjëse, çfarë masazh do të marrin? Kështu, te i pastrim kështu edhe këto gropa septike. Këto janë më të nevojshmet se kur, se derdhet vende pa vend. Përballë kësaj situate, banorët apelojnë një zëri që institucionet përgjegjëse të marrin menjëherë masa konkrete për zgjidhjen e kësaj situate të pandryshueshme prej vitesh.